zoti Balliu e nisi fjalën e vet duke akuzuar kolegët e tjerë këtu që po merren me biografin e protestuesve, të deputetëve e me radhë. Dhe në fund përfundoi duke marrë me gruan e Alin Qorrit. Tani, unë nuk dua këtu të merrem me zotin Balliu, as me kush është zoti Balliu, as kush ka qenë babai i shokut Balliu, dhe as me gjëra të kësaj natyre, sepse unë nuk merrem këtu me biografinë e askujt. Unë di them që nëse dikush ka një profesion dhe punon dhe menaxhon 100 mijëra fonde të Bashkimit Evropian, duhet ta ketë për nder shoku Balliu. Dhe jo të ngrihesh ti aty tani e të na japësh mend se çfarë bën gruaja e njërit dhe e tjetrit. Sidoqoftë, kur unë flas për krye gjushatën, nuk e kam vetëm për shokun Sali, kam edhe për shokun Klevis këtu. Megjithatë, shumë shpejt ky nivel në këtë kuvend do të marrë fund, sepse shumë shpejt do mbajnë zgjedhje parakoshme dhe në këtë sallë do hyjnë njerëz që meritojnë të jenë pjesë e kuvendit të Republikës së Shqipërisë.